Okej, mi mbrëma. Faleminderit që keni ardhur në Krakavi, ku sot misionerën ndodhim një vizitë intensive, por shumë e vlefshme. Ka me Bashkimin Evropian, por edhe me shtetet veçanta brenda Bashkimit Evropian. Dua t'ju them që në fillim që pa diskutim që është një shenjë shumë e mirë për Shqipërinë dhe një arritje për shtetin. Shqipëria nuk është vend i Bashkimit Evropian, përdor instrumentat përbashkëta me Bashkimin Evropian dhe është i vetmi vend në rajon i Bashkimit. Ka program përbashkët me Frontexin në fushën e sigurisë në kufi dhe ka një zyrë Europoli në Shqipëri dhe një zyrë përfaqësie të Shqipërisë në Europol. Të dyja këto janë instrumenta që përdoren nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Besimit që tashmë midis Shqipërisë dhe vendeve bashkëkorisë, ne kemi arritur që të jemi si të barabartë në këto dy fusha. Dhe sot edhe me komisionerën pam nga afër funksionimit të ekipeve të përbashkëta të Frontexit dhe të policisë tonë të kufirit, që patrullojnë të gjithë kufirin e gjelbër që ne kemi rreth 400 kilometra, që ne kemi me Greqinë. Gjatë vizitës së sotme, pata kënaqësinë ta dëgjoja dhe të rikonfirmoj dhe nga goja e komisionerës arritjet që Shqipëria ka bërë pikërisht në bashkëpunimin me Bashkimin Evropian në fushën e sigurisë. Shumë shpejt ne do kemi dhe mbledhjen e përbashkët midis Shqipërisë dhe vendeve të Bashkimit Evropian dhe besoj se jemi në rrugë të mbarë në mënyrë që të gjithë këtë periudhë të ndërmjetme deri në anëtarësim të plotë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian ne ta shkurtojmë dhe ta bëjmë në një rrugë sa më të shkurtër, gjë që pa diskutim do të ndihmonte shumë në forcimin e sigurisë si të Shqipërisë, ashtu edhe të kufive të Bashkimit Evropian. Nuk duhet zgjatem më shumë, pasi do marrim edhe pyetje nga ju, po do ja lëja fjalën komisionerës për të thënë diçka në lidhje me ditën e sotme. Thank you very much, Minister Kočić. I am here in Albania today because I would like to congratulate Albania for the remarkable progress made in the area of justice, security and migration during the last year. And also that we are happy from the Commission to see that Albania now meet all the conditions that necessary to start with the first intergovernmental conference. I'm also very delighted to be invited here to the borders and come together with the Minister Kočić here. Because the status agreement between Albania and Frontex was the first ever that Frontex made with a country outside that is not a member state. Ju falenderoj të gjithëve. Do doja t'ju thoja që jam këtu së bashku me ministrin Çuçi, do doja të përgëzoja një herë Shqipërinë për arritjet e shënuara që ka bërë gjatë vitit fundit në fushën e drejtësisë të sigurisë dhe të migracionit, po kështu jam dhe e lumtur të them që Komisioni njeh që Shqipëria ka përmbushur kushtet në mënyrë që të nisë konferenca e parë ndërqeveritare. Po kështu jam e kënaqur që gjendem edhe këtu në kufi sot, sepse siç e dini, jam dhe në kuadër të marrëveshjes statusit që është lidhur me Shqipërinë, që është në fakt e para e këtij lloji.
And not only is Albania the first country with a status agreement with Frontex, Albania is also the only country that have arrangement with all the agencies in the Justice and Home Affairs area. So this is also a very important step for our close cooperation. And here we have had the opportunity to talk directly to those working here together jointly between the Albanian border guards and the Frontex deployed officers, and how they learn from each other and how their work together actually helps managing migration, of course, but also to stop traffickers are doing the terrible criminal of trafficking vulnerable peoples, to stop the smuggling of weapons and drugs, and also other crimes. The fight against organized crime is by definition, and also the managing of migration is by definition cross-border, and that's why we need to work close together. And of course we can improve a lot, but we also have to recognize that we have achieved a lot of progress already. Do doja t'i thoja që jo vetëm që Shqipëria është në fakt i vetmi i vendi i parë pra që ka lidhur këtë marrëveshje statusi me Frontexin, por është edhe vendi vetëm që ka marrëveshje me gjitha agjencitë evropiane në fushën e çështjeve të brendshme, pra gjithashtu edhe të migracionit, dhe ky është një hap shumë i rëndësishëm për bashkëpunimin ton mjaft të ngushtë. Nga ana tjetër, dëgjova sot këtu edhe në raport me bashkëpunimin, me punën e përbashkët që është bërë midis forcave kufitare shqiptare, gjithashtu dhe forcave të Frontexit, dhe dëgjova se si ata jo vetëm punojnë së bashku, por gjithashtu kanë mësuar nga njëri tjetri, gjithashtu punën që bëjnë së bashku, një bashkëpunim jo vetëm për të menaxhuar migracionin, por gjithashtu edhe në përpjekjen për të ndaluar trafikimet, pra për ndaluar veprimet e tmeshme të atyre që përpiqen të trafikojnë jo vetëm njerëz, por gjithashtu armë, drogë dhe që kryejnë veprime të tjera kriminale, sepse siç e dim, lufta kundër krimit, gjithashtu dhe menaxhimi i migracionit janë fenomene ndërkufitare. Për këtë arsye ne duhet të punojmë së bashku në raport me të. Pra, jam këtu për të thënë që shumë është bërë dhe natyrisht edhe që është bërë progres në këtë drejtim. Pironas e Report TV. Kam një pyetje për zotin Çuçi dhe një pyetje për përfaqësuesin. Juve tha të paktën përfaqësuesja e Bashkimit Evropian tha që ka një progres në raport me trafiqet që gjenerojnë këtej dhe andej kufirit. Ndërkohë që informacionet që të paktën ne kemi akumuluar gjatë muajve të fundit kanë nxjerrë pa se trafiku është general, sidomos në vijën e gjelbër kufitare, nga Gjirokastra në drejtim të Greqisë. Kam këtu parasysh se informacionet që vijnë nga mediat greke që të paktën neve i kemi konsum, tregojnë që ka pasur gati një standard pranueshëm të trafiqeve, sidomos të drogës apo dhe nga Greqia në Shqipëri të klandestinëve. Ndoshta zonja komisionere quan sukses këtë, pra këtë numër që vazhdon të jetë standard i trafikut të qoftë klandestine apo dhe të lëndëve të drogës nga Shqipëria në Greqi. Po e nis nga kjo e fundit, pikërisht janë këto arritje që të përbashkëta, pra siç e tham me Frontexin, që kanë bërë të mundur që ne sot të kemi më shumë kontroll edhe në kufirin e gjelbër. Unë mund t'ju them që jo vetëm që është rritur numri i klandestinëve dhe migrantëve që vinë nga Greqia në Shqipëri, numri atyre që kapen dhe që intervistohen. Këtë vit, pra vitin që kaloi, pra 2020, shifra ishte rreth 18.000 të tillë. Por si ministri i brendshëm mund t'ju siguroj që ne po bëjmë gjithçka që të luftojmë
krimin e organizuar që lidhet me këtë fluks lëvizje të emigrantëve. Vetëm në 2020 janë 112 procedime, çështje që lidhen me trafikun e njerëzve dhe drogës që gjenerohen nga kufiri, ajo që sapo ju thatë. Dhe është gati dyfishi i asaj që kemi pasur një vit më përpara. Mund të ndaj me ju edhe një statistik tjetër që vjen së fundmi nga Italia, ku ne sapo nënshkruam një marrëveshje shumë të rëndësishme për vazhdimin e bashkëpunimit me forcat italiane të sigurisë, dhe pa diskutim që ndjehem shumë mirë, ndjehemi lumtur si ministri i brendshëm që dëgjova që në qoftë se në 2016 50% e kanabisit që qarkullonte në Itali, që shitej në Itali, kishte origjinë Shqipërinë, në 2020 vetëm 5% e kësaj sasie droge kishte origjinë Shqipërinë. Pra kjo është një dhënë që në fakt duhet na gëzoj të gjithëve, sepse i gjithë organizimi, i gjithë strukturimi i agjensive lizbatuese në Shqipëri dhe kooperimi që ne kemi me Bashkimin Evropian, qoftë nëpërmjet strukturave të Bashkimit Evropian, të Komisionit Evropian, qoftë me shtetet e veçanta, pra në marrëveshje bilaterale, ka arritur që ne të kemi këtë sukses sot sidomos në luftën kundër krimit organizuar, pres cilës janë dhe këto lëvizje migratore. Kështu që besoj se e thënë kjo dhe nga komisionerja për çështjet e brendshme të Bashkimit Evropian, përforcohet dhe më shumë dhe për veshët e atyre skeptikëve që nuk kanë qejf ta dëgjojnë këtë gjë nga goja e ne që jemi përgjegjës të paktën për këtë periudhë për këtë çështje. Thank you. I will in April present new strategies to fight organized crime and also to fight the trafficking of human beings. Two trends are very obvious. One is that these organized criminal groups are being more and more international, working in different countries and not knowing borders. The second trend is that they are going more and more digital. They are using digital tools, and they are also selling their products more and more over the internet. So this we need to tackle together. Faleminderit. Pra, do doja t'ju thoja që në prill do të paraqes një strategji e cila do të jetë përshëndruar te krimi organizuar e trafiku i shenjave njerëzore. Do doja t'ju thoja që ekzistojnë dy trende që janë theksuar. As pari që grupat e organizuara, krimit organizuar po bëhen gjithmonë më tepër ndërkombëtare. Dhe së dyti aspekti digital, pra ata po përdorin shumë herë më tepër mjedisin digital dhe po shesin mjedisin digital. Dhe për këtë arsye duhet të trajtohen pra në të dyja këto drejtime. And I'm very pleased to hear Minister Tsutsis stressing the importance of putting people in front of the court to prosecute people because we have a culture of impunity. And this is a very lucrative business for criminals. And we have a lot to do here to make sure that crime does not pay. Dhe nga ana tjetër jam shumë e kënaqur që Gjozë Çuçi në raport me çuarjen e njerëzve përpara gjykatës, pra para drejtësisë, që do të thotë ndjekja penale e personave të cilët merren me këtë lloj gjëje, sepse ka një kulturë pandëshkueshmërie dhe natyrisht ky aktivitet kriminal është shumë fitim prurës, pra ne duhet të sigurohemi që krimi të mos paguajë. Shëndetje, Kristina Fedi nga Top Channel. Amafer, po. Në kohën që Frontex u vendos në kufi, mbaj mend edhe nga arkivat tona, Shqipëria konsideroi një vend tranzit për emigrantët e palishëm dhe kufiri i Shqipërisë konsideroi një kufi i brisht. Tani në çfarë pozitash është Shqipëria dhe sa afër kritereve që Bashkimi Evropian i ka vendosur në aspektin e kufinjve të sigurt është ajo, sa të brisht janë kufinjt e Shqipërisë dhe cilat janë sfidat e Shqipërisë në këtë pikpamje?
Well, let me put it like this. Migration is by definition a chain reaction. So countries can be both countries of origin and transit and destination sometimes at the same time. So when I was appointed commissioner, I was tasked by Ursula von der Leyen to put a fresh start on migration and asylum in the European Union. And the policy area has been blocked for many years, as you probably know. And in September, I presented my new pact on migration and asylum. And that one focused very much to start already at the external borders, for example, in Greece, to do what you're actually doing here, screening process for everybody, then also border procedures, and of course a better cooperation and solidarity between member states. And with Albania as on the path towards the European Union, I think that's important. The more that we can implement and work together also in this area. Në fakt, duhet dihet që migracioni është një reagim zinxhir. Pra vendet mund të jenë vende origjine, mund të jenë vende tranzicioni, siç mund të jenë edhe vende destinacioni, ndonjëherë janë të gjitha këto në të njëjtën kohë. Natyrisht unë në momentin që u emrova komisionere, gjithashtu edhe me mbështetjen e Ursula von der Leyen, që është pra presidente e Komisionit Evropian, mu tha që duhet të kisha të zbatoja një fillim të ri sa i përket pjesës migracionit dhe azilit, sepse ju e dini që ka qenë një politikë bllokuar prej shumë vitesh. Në shtator, për këtë arsye, unë paraqita paketën e re për migracionin dhe për azilin, e cila natyrisht nis nga kufit e jashtëm, në këtë rast nga Greqia, pra në mënyrë që të punohet, si të thuash, për të siguruar procedurat që tashmë po bëjmë këtu, pra procedurat e kontrollit, procedurat e kufirit, në mënyrë që të punohet së bashku, dhe kjo natyrisht me mbështetjen e solidaritetin edhe të vendeve antare. Duke qenë se Shqipëria është në rrugtimin e saj për të bërë shtete antare e Bashkimit Evropian, natyrisht duhet të ketë partneritet dhe bashkëpunohet në këtë drejtim. The migrants that come irregularly to the European Union have changed a lot. In 2015, we had 2 million, more or less, Syrian refugees coming to the European Union. Last normal year was 2019. Then we had 140,000 irregular arrivals. And at the same time, we had 3 million residence permit issued in the European Union legally. So we are managing migration in a large extent, but the irregular arrivals we need to address better. And today, a huge majority of those arriving irregularly are not refugees. They will get a negative asylum decision and they will be returned to the country of origin. So in my proposal is a strong focus to give protection to those in need of international protection, to honor the Geneva Convention, but also to return those not eligible to stay. And on the other hand, open up legal pathways, because European Union need migration, but it have to be done in an orderly way. Nga ana tjetër, edhe pjesa e migracionit edhe migrantët pa rregull ka ndryshuar në kuptimin e mbërritjeve në Bashkimin Evropian. Për shembull, vitin 2015 ka pasur të paktën 2 milion migrantë të ardhur pa rregull në Bashkimin Evropian, ndërkohë që në 2019 kemi 140.000 dhe në fakt kemi edhe 3 milion leje të ligjshme qëndrimit të cilat janë lëshuar në këtë drejtim. Çështja është që duhet menaxhuar më mirë pjesa e migracionit dhe duhet parë natyrisht në raport me pjesën e emigrantëve, të cilët janë të parregullt. Një pjesë e mirë atyre që vijnë aktualisht nuk janë si thua refugjatë, dhe kërkesat e tyre për azil ja marrin gjithmonë përgjigje negative. Pra duhet menduar ose më mirë duhet menaxhuar pjesa e kthimit të tyre në vendet e tyre. Pra është shumë e rëndësishme që kjo gjë të bëhet, pra, dhe të menaxhohet pjesa e paligjshme e tyre kthimi. Okej, nëse s'ka pyetje tjetër, faleminderit shumë. Thank you.